Po unë kam paraqitën në kalumë 140 milion euro investime që ky kryetar i ka pas të buxhetuara, të kontraktuara me ministrit, me qeveri, me donatorë dhe ato projekte, asnjë prej tyre vetëm nuk është përfunduar. Disa ka nis, disa fare nuk ka nis. Prandaj ai e ka luajtur çdo herë rolin e viktimës në Gjilan, tu akuzu që PDK-ja, opozita, kuvendi komunal, herë thot qeveria, herë thot kryeministri, herë thot ministri, por realisht paaftësia për punë është e vetmi argument. Po vlerësoni që veç është paaftësi për punë, nuk ka të bëjë me ndaj dallaver kështu korruptiv, ndaj rrjet të organizuar të përfitimit, apo është veç thjesht paaftësi? Ka elemente të tilla, po unë jam person që nuk flas kurrë pa fakte. Faktet mundon na mi paraqit kur është vendi dur dhe koha dur. Ne për ato të gjetura i kemi dërguar në prokurori, ka argumente të tilla plot, sepse i përmendem vetëm dy. E patëm projektin e stadiumit të Gjilanit. I njëjti projekt, i njëjti dosje të nderit. Është kontraktuar është dhënë Gjilan të nderit 2 milionerë më shumë se sa kur anulu me të drejtë operatorët ekonomik, ja mor ministria të drejtën komunës me zhvillu procedurat e tenderit, e mor edhe e kontraktoi një operator, bile e thamë atë njëjtin, me 2 milionerë më lirë. Tash nëse kryetari ja ka dhënë 2 milionerë më shtrejt, atëre a ka pikpyetje këto çka ka dashur me ndua 2 milionerë. Tjetra, çka ka ndodhur me një projekt se ka shumë të tilla. Unë nuk mund të them që ka korrupsion për diçka s'kan fakte, po dyshimet janë të qarta këto. Është Kul Qendra, një projekt që është kontraktuar në mes komunës së Gjilanit, mes Alban Hysenit edhe Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Kul Qendra për 733.000 euro është shumë e saktë e marrëveshjes së mirëkuptimit për me ndërtu atë projekt. Çka ka ndodhur? Kryetari i komunës me zyrën e prokurimit, me hartues të projektit e kanë rrit vlerën, e kanë bën 1.280.000 euro. Domethënë për rreth 500.000 euro e ka rrit tenderin për të njëjtin projekt. Është pjesë e dosjes që keni dorëzuar? Jo, kjo nuk është. Okej. Domethënë kjo nuk është, po i kam shënimet edhe këtu ja.